Nga dita e sotme, marketet duhet t'i publikojnë çmimet e produkteve që shesin në webfaqet e tyre online. Kjo parashikohet me ndryshimet ligjore dhe rregullorën e përgatitur nga Ministria e Ekonomisë dhe Punës për shitësit e vegjël, të mesëm dhe të mëdhenj që merren me tregtime pakicë, në përputhje me klasifikimin nacional të veprimtarive, ku thuhet se të gjithë tregtarët kanë për detyrë të publikojnë çdo ditë në faqen e tyre të internetit çmimet e mallrave që vendosin në treg në mënyrë të qartë. Në webfaqet e disa marketeve nga mëngjesi i sotëm qëndrojnë të publikuara çmimet e tyre, ndërkaq në webfaqet e disa të tjerëve akoma jo. Lidhur me këtë, ditën e djeshme nga Oda Ekonomike e Tregtarëve me pakicë kërkuan shtyerje të afatit kohor, pasi siç thanë ata, tregtarët përballen me sfida të ndryshme në procesin e transformimit digjital. Duke marrë parasysh rrethanat dhe sfidat aktuale me të cilat përballen anëtarët tanë në procesin e transformimit digjital, i dërgojmë një kërkesë zyrtare Ministrisë së Ekonomisë për shtyrjen e afatit për krijimin e faqes së internetit për personat juridike që i nënshtron këtij detyrimi. Të mërkurën, Ministri i Ekonomisë Besar Durmishi njoftoi se çdo tregtar me mbi 10 të punësuar do të jetë i detyruar të publikojë online çmimet e produkteve që shet, nga ushqimet deri te produktet teknike. Ai sqaroi se këtu përfshihen edhe markete që shesin produkte ushqimore bazë, fruta dhe perime dhe tregtarë që shesin mjete për higjienë. Tregtarët me pakicë të teknikës së bardhë, lodrave, produkteve teknike, materialeve ndërtimore, veglave dhe aparateve elektrike.